Sikur s'të kishim një makinë kohe, po ju kthej 200 vite pas për të treguar një nga shtëpitë më unike të qytetit, shtëpinë e Zekatëve. Me muri që flasin, afreske që tregojnë histori dhe dritare që shohin larg, me xhama shumë ngjyrësh që thuhet se vijnë nga Venediku, kjo shtëpi është një thesar i gjallë i qytetit të Burt. E ndërtuar në vitin 1812 për njërë nga familjet më me influencë të kohës, kjo kull është një shembull perfekt i arkitekturës tipike otomane në Shqipëri. Shtëpia 3 katëshe e Zekatëve përfshin në katin përdes dhoma magazinimi, kuzhinë të ngritur, stera ujë dhe shkallë që të çojnë lart. Kati i dytë përmban dhomat kryesore për degët familjare, ndërsa në katin e tretë ndodhet një dhomë e madhe pritje me 2 dhoma të tjera. Dhoma kryesore është stolisur me afreske, tavan druri të gdhendur dhe oxhak dekorativ, tipike për arkitekturën e Gjirokastrës. Në qendër ndodhet një balkon druri me pamje nga qyteti. Imagjinoni pak jetën që është zhvilluar këtu. Takime, festa, traditat të cilat kanë kaluar brez pas brezi. Në qëra fjala, a e dini pse quhet Zekat? Në këtë shtëpi ka banuar familja Zeko, familje e pasur dhe me ndikim Gjirokastër gjatë shekullit të 19. Unë jam nipi i Rushdi Zekos, njëri nga pjesëtarëve të shtëpisë, që ka jetuar aty domethënë. Vishit tim është kujdesur për këtë shtëpi. Unë kur kam qenë i vogël, obori i Zekatëve ishte fusha e futbollit, se s'ka pasur turist. Aty tek obori luanin futboll. Gjatë gjithë jetës jam kthyer në Gjirokastër, kam qenë vajtëardhje në Greqi, Gjirokastër, e gjithmonë kam pasur arsye për të kthyer. Jam kthyer dhe hapa këtë barin këtu në Tiranë dhe merrem dhe me turistat që vinë për të vizituar shtëpinë. Zekati, si fjalë, vjen nga arabishtja dhe është një prej kushteve të besimit në Islam që nënkupton ndarjen e një pjese të pasurisë në rast se muslimani është i pasur. Sot, shtëpia e Zekatëve është ndër dalesat më të vizituara nga turistët nga e gjithë bota. Një shtëpi që të fton të hysh, por nuk të lë të ikësh pa të treguar historinë e saj. Ndaj nëse u planifikoni një udhëtim në jug të Shqipërisë, kjo është një adresë që nuk duhet humbur.